Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe agjerushëm edhe me usha, edhe agjerushëm edhe me ofendu, edhe agjerushëm edhe me përgoju, edhe agjerushëm edhe me shpif e me trillu, nuk shon. Nuk ka shans besimtari në Ramazan t'i bën këto veprime nëse ka kuptu qëllimin e Ramazanit. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur dikush është të agjeru, mos të fol fjalë banale, mos shahet, mos të bërtet. E nëse dikush e shan, apo don më u përla, më u grind me te, të zihet me te, le të thot unë jam agjerueshëm. Po kjo është kultura e agjeruesit, kjo është edukata e agjeruesit, kjo është sjellja e agjeruesit. Këtë sjellje na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse je agjerueshëm, mos shaj, mos përdor fjalë banale. E nëse të shan dikush, ose don mu grind me ty, ti mos I jep hujum kësaj pune e ta bësh zjarmin edhe më të madh. Por hudhi uji këtij zjarit, kësaj tendence për të kriju grindje, zënk, duke I thonë jam agjerueshëm, jam agjerueshëm. Ky hadith I ka dy transmetime. Në njërin transmetim qëndron inni mru'un saimun, inni mru'un saim. Unë jam njeri që agjeroj, unë jam njeri I agjerueshëm. Thënë dietarët pse duhet ta thot dy herë? Që realisht një herë ta këshillon vetveten, kujdes çka vepron, kujdes si reagon, kujdes çka I thu, e dyta, ti thush atij, se unë jam agjerueshëm dhe unë nuk ta kthej me të njëjtën mas, sepse agjerimi të cilin agjeroj nuk më lejon mua që sillem me ty ashtu sikurse e meriton ti, por sillem me ty vetëm ashtu siç mëson mua I dashuri im, edukatori im, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra qëllimi I agjerimit qenë ka edhe kujdesi për gjuhën, çka themi edhe çka flasim. Andaj kur I tha Muadhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a do të llogaritemi edhe për atë që flasim? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, a nuk do të hudhen njerëzit në xhenem zvaras për fytyrën e tyre, përveç se nga ajo që kanë korr ata me gjuhën e tyre? Po, gjuha mundet me qenë shkak me fitu xhenetin e lartë, të thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, mundet me fitu xhenemin e ult duke bë kufër e shirk apo duke I ofendu besimtarët. Andaj agjerues kujdes, mos shaj, mos ofendo, mos përgojo, mos nënçmo.